Përshëndetje, mirë se ardhët në një epizod të ri të Mikrofonit Podcast. Në këtë emision e kemi një mysafir mjaft të veçantë dhe të njohur, e kemi aktorin Visar Etemrin. Mirë se erdhe, Visar. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën që e bët. Faleminderit që keni pranuar në emisionin tonë. Sa një më i vogël është, e? Më vjen mirë që ju kemi thirrë edhe keni pranuar me ardhë edhe që për faktin që kemi me fol për shumë tema mjaft interesante dhe që janë shumë pak të foluna në rrethinën apo në gjeneratën teme, që unë mendoj që duhen me qenë tema ma kryesore në këtë gjeneratë, në këtë periudhë të jetës, se janë sene interesantë. Okej. Për faktin që kena me fol për aktrim, për festivale, për shfaqe shumë të ndryshme, fillimisht duhem me fillu me të pyet se qysh ka nis krejt të pasioni jot për aktrim, kush ka qenë ai që ta ka propozu, apo e ke kuptu vetë që do në me vazhdu me aktrim, për i cilës mosh, kur ke fillu, qka ke bo, qysh ke bo, krejt dhe në mi dit. Edhe njerë ju thamë faleminderit që më keni ftu në podcastin e Juve. Unë me aktivitetet të artit jam marrë prej kohës kur isha në shkollën fillore. Për ndryshe krahasimin e asaj kohës edhe këtë kohës që po jetojmë tash, ka në sferën e aktiviteteve ka shumë dallime të mëdha. Kurse prej fillimit ne kemi pas një farë emisioni Klubi Fëmijëve të Lumtur, që është emituar në televizionin shtetëror, edhe prej atëherë kam fillu hapat e para që kam të aktrimit. Atje kemi pas skeqe të ndryshme, kemi pas këngë të ndryshme. Pastaj fatmirësisht mu pak edhe ana familjare, mu babim ka punu në teatr, edhe prej atëherë kam fillu edhe të marrë hapat e para në teatr, edhe pastaj mbarova edhe Universitetin e Fakultetit të Arteve Dramatike, edhe fatmirësisht të punësova edhe në teatr. A keni mendu në herë që keni me pas në një pasion tjetër ose profesion tjetër një? Jo, kur njëherë këtë se nuk e kum pas. Dhe më thënë sërë prioritet e keni pas aktrim? Prioritetin e kum pas prej se e njove drejtin tem që do të miren vetëm aktrim. Ama unë e di që jeni marrë dhe me shumë sene tjera. I keni pas si hobi, i keni pas si veç anash. Biznis e kanë qenë ato. Po, i keni pas veç si, kisha thonë, pjesë arktimit. Po. Se më ndej pjesën e profesionit e ke pas veç aktrimin, Jo, kushtë tjetër? vetëm aktrimin. E kum pas profesion, s'kum pas asnjë profesion tjetër. Punë që i kum pas punët e mia që i kum ba. Për shembull, jam marrë me gastronomi dhe i kum menaxhu lokalin që muj me plotgoj me thonë që ka qenë dhe lokali pak më i mirë në Qarshinë e vjetër të Shkupit. Muj me pranu edhe unë se vetë kom nejtë aty, dhe me thonë ka qenë kafja ma hit në krejt Qarshinë e vjetër. Dje mirë. Edhe kena pas shumë momentet mira dhe krejt që aty jam kryu shoqnit, tash që i kena. Ajo ka qenë urë e gjithë shoqnive në Shkup. Ka pas atmosferë tepër të mirat. Vjet tepër mirë. Nuk je vetëm ti që e thu këtë fjallë, me çdo person që ulem, Visar pse nuk e merr iniciativën edhe njerë ta bëj shkafën e vogël, po nuk po thamë se nuk jam unë në moshë të vjetër, po me kohë u bëshin krejt senet. Me të vërtet nuk kam edhe vullnet me fillu tash prej fillimit, se aktivitetet të ndryshme, angazhimit familjare, edhe nuk jemi në ato vjetë që ka kemi qenë. Po, jo, shumë vërtet. E ka pas ajo lezetin e vetë, kur e ka pas shumë ma herët. Tash është krejt ma ndryshe. Po problemi është se kërkush nuk mundet me bo një që ka bo një person. është bo, kur e kemi hap me Besfortin, lokalin për rreth parë, nuk e kemi këshirë anën materiale atëse. Ajo është bo me dashni, tepër të madhe, ai lokal, edhe për atë ka arrit atë sukses që ka e ka pas. Ama unë mendoj që edhe ta kishe marrë prap të iniciativën me e kthy prap kafën e vogël se kish pas lezetin e vetë. Jo. Si shkon energjia e njëjtë? Për atë nuk du me bëhat gabim, se çdo herë kur të munohesh që, për shembull, dhe një projekt ka pas bujë tepër të madhe projekti në lëmin tonë,
ai projekt ka qenë para 15-20 viteve. Edhe tash kemi dosh ta kthejmë atë projekt, kur njerë më nuk e ka pas atë efektin e vetë. Se ka qenë, ai projekt ka qenë për atë kohë. Atë kohë. Edhe ajo kohë është që në zhargonin popullor që e ka hongër pazari atër. Kurse tash nuk... Pastaj pak edhe ndryshe në sferën e aktërimit, pak edhe e ka ba dhe internetit vetën edhe... Po, definitivisht. Faktikisht shumë e ka bot vetën në interneti. Ajo është, ajo përshihet. Fakti që nuk ka të interesum hiq. Qëre, se s'po du tash mi fajsu veç shoqnin teme. Jam kun edhe unë, ajo që s'm ka shku menja kur, hajde kena me shku në teatr. Ama kur ka ardhë rasti, për shembull që kena marrë vesh që ka ndë një shfaqe teatrali ose diçka, kena shku. Publiku shkupjan gjeneratës teme nuk ka njerë që nuk ka shkelin në teatr, nuk ka ardhë me këshyrë shfaqe. Ti tregoj vetëm numrin e reprizave të një shfaqës të cilën e kemi fillu me vetë iniciativën, sa kemi pas diplomu atëherë. Kemi pas fillu ta punojmë një shfaqe të cilën e kemi pas në provim në fakultet. Për 3 muj, ka pas 28 repriza. 28 herë është dhanë dhe asë një karike nuk ka qenë e zbrast. Ka ndodhë dhe kësen që ku më shku të rezervoj bileta për motrën teme, më kanë thënë visar për këtë javë janë të shitur në biletat, për javën tjetër. Ka, po jo për 2 ditë e para, për ditën e tretë. Kështu që ka pas një buj tepër të madhe atër teatri, kurse tash kemi ngec pak i shohim problemet e botës, nuk i shohim problemet e tona. Ne dojmë ju të regu anglezve se jemi pak ma të mequr se ju. Kemi tekste tepër briljante në gjuhën shqipe, shkoj marim tekstet anglezve, gjermanve, që me të regu atinve se qysh duhet ti me jetu në Angli ose në Gjermani. Nuk shirëmi ta zbulojmë ujnë në nëzet, se e kanë zbulu prej moti atëse. Po, është mirë të mirësh me problemet e tuja. Në teatrin shqiptarët Shkupit, vepër autorit shqiptar, unë e di përveç se profesorit tem Rëfet Abazit, që ka pas një shfaqe, po nuk di që ketë probleme familjare në një shfaqe, sigur që kanë qenë për para. Kanë qenë shfaqe realizëm, ka pas në të shfaqe, kanë ardhur personat dhe i kanë pa problemet të cilet ai problemi ka plën gjithë shoqërinë që ka jetojnë për atë. Kurse tash kemi hindi në disa teatra pak ma modern teatrat, gjatë që nuk është fele e jonë. Në më thonë, ka ndru shumë edhe në aktrim ka ndru prej kohës. Edhe unë mu ma mërë minja që ti ma shumë e kesh ju shfaqet kur kanë qenë atëherë. Po si jo, për i moj men aktorët, i moj men shfaqet cilët kanë qenë atëherë. Atëherë jam punu shfaqe. Kurse tash, sikur që ceka pak më parë, dojmë ta bëjmë shfaqen, po kur që kështi të shpia, ta kuptojsh se shka jaj. Qati për qati, leta kupton, po inshallah pak do t'jo hapën sytë edhe rinjes edhe të fillojmë të shkelin për toke. Atë për atë se në lutëm i krejtë, i të fagaje, mësë mërzit për atë punë, si e i vetëmi që lutësh për këtë. Një pytje që du me ditë për se cilit aktor, edhe se cilin mësafir që i kemi pas aktor, ja ku më bëhë këtë pytje, se më ka interesu, si kanë qenë raportet më brenda në teatr, dhe më thonë me krejtë tjertë, si keni qenë të trajtun? Aktorët, gjenerata e jonë, edhe gjenerata ma parë, aktorët janë bebe madhe. Aktorët janë bebe. Po fatë mirësisht, unë për vetin nuk kam prej kolegëve që kam raportet këqia me në jonë. Unë jam edhe pak më njohin personë, unë jam tip që jep vetëm energji pozitive, nuk di dikanta
ta nervozoj ose ta nënçmoj dikan. Gjo që nuk duhet dhe dikush të ma banë muhe acen, kështu që nuk ja bëj asun. Aktorët kanë hatërmbetjen tepër të madhe. Raportet, tash në për familje ka që nuk folin farefisi me farefisi, po e lemon në për institucionet të ndryshme. Ka dhe asi raste, po janë të pakta. Janë të pakta. Pa. Edhe besoj që kryen shumë letë. Ta shumë shpejt kryen. Mas 50 minuta dhe qetësohen gjaknat. Paratë tash, ka bebet mlaja. Edhe një pjesë tjetër që më ka interesu se kur kam qenë fillore, me arsimtarët non-stop kemi pas organizimet shfaqeve të ndryshme, ku kena marrë pjesë edhe na vetë nxënësit, edhe kemi lujtë si rolin e aktorit. Sështë që kena ditë, ama kryesorja e kena pas si... e kena marrë si iniciativë. Asnjoni nuk ka ditë kur ka... Pa e provu, Ajo, është e vërtet. Edhe e moj men që shumë të lovi kena shku mra pas kemë. Shumë ka qenë të lovi. Nuk e di tash a pse na konë na ka shku të lovi, a sa herë shkon të lovi që është? Jo, ne që jemi aktor profesionist, në bra pas kenës, ka një qëtësi të atashme të madhe, se komplet qëka të bisedohet në bra pas kenës, aktori që ka është në skenë krejti dëgjan. Se në bra pas kenës, për persona që nuk e din, është një person që ne i thëjmë sufler, po me këthy në gjuhën Shqipe është pëshpëritës. Që në qëse ty se të ndodha jo, të blokon, nuk kujtohet një tekst, edhe është një person që ta kujton të tankohen se qka është, ku është tekste, ku ke mbete. Kështu që ka disiplinë dhe qëtësi jashtëzakonisht madhe në bra pas kenës. A ka pas raste kur keni dalë në skenë? Me harru, po, mund 100 herë më ka ndodhe se. Edhe që që ke... Po, jemi gjinë, fatmirësisht kolegë që ka jemi në teatr, që ato që ka miremi me... Se cili këshyrë nga njerë ta ketë edhe ekipën e vetë që ka donë me ly. Unë me kolegë të mi që ka e kam, që ka luj shfaqe, me sy folmi, nuk foli me... Veç me gjest e dim se qka është ma vetin. Interesant se... Përvoja e bandë vetë. Po, përvoja e bandë vetën ajo, po se po, prap dy që e di, mas disa vjetëve ti tu koni sigur që e di unë e ka me dalë në skenë. Dalë në skenë edhe jaron fjallë. Ka ndodhë, ajo ka ndodhë. Ama edhe ajo është pjesë ku mësojna për më përmisu për ma largë. Edhe deshta me e ditë cilat kanë qenë sfidat e tua më të ndaja për diri sa je marrë me aktrim. Prim fillim, pri kur ke fillu bashkë këtu profesionalisht me u marrë, cilat kanë qenë sfidat, ato këthesat më të ndaja që fatmirësisht për këtë sen, fatmirësisht gjenerata jonë që kemi pas diplomu në atë ko, nuk kemi pas sfida. Ne sa po diplomum, erët një farë interval kohori, shumë aktorë të teatrit shqiptarë që ka ishin në mosh, dullën penzion, dhe gjithë klasat që ishmi aktrimit, ne u pranum në teatrit. Se është, mund të them, një sfit tepër e madhe që derisa të punsosh në teatrin shqiptarë, se nuk tipët hapsina, nuk të... edhe nuk ka në konkurs bashkë në atë kohë. Ne fatmirësisht e kemi pas atë fatë, momentin që kemi diplomu, krye një mujt ne kemi pasi të gjithë në punë. Kemi qenë dhe një 4 kolegë, edhe pa diplomu kemi pas fillu që të lujmë në për teatr, prej viteve të trejta në universitet. Dhe pasaj kur diplomu, të gjithë në njëvnin edhe në pranun me tepër energji të mirë. Cila ka qenë shfaqja e parë që e ke po? Shfaqja e parë, pas diplomimit apo? Në përgjithësi e para. Vartarët ka qenë në vitin 1993. Për çka ka qenë kjo shfaqje? Ajo ka qenë për regjimin komunist,
dhe pre atër tranzicioni kur dulë prej komunizëm dulëm në demokraci. Ka qenë regjisori Gjavat Limane, ka pas punu, edhe kemi pas aktorët muj me thonë aktorët më të mirë të teatrit atër kanë lujtë dhe kemi pas musafir për Shqipërijës Bujar Lakon, babin e Bëken Lakos, këngëtarit. Tashmo vetë se i ndjerë, aktor, Bujar Lako. Sa vjetë keni pas kur e keni bërë shfaqjen e parë? Shfaqjen e parë kam qenë 9 vjetë, 10 vjetë kur kam lujtë. Ku është majtë? Në teatrin shqiptar. Atër ka qenë teatri popullor, teatri i komësive. Mu më do këtë që ke pas shumë emocion atëra. Apo, normal. A e manë men hesh që shka shku, që shka shku? Po, mërë. Kemi qenë, se ne kemi lujtë në nxansat një shkollës, se nuk kam qenë vetëm unë, ka pas plot fëmijë ndryshëm, cilët për momentin vetëm një kam koleg, edhe asë një fëmijë nuk është marrë. Jo, 2. është mentor Nureddini edhe Aida Alidemi. Tjertë kanë qenë krejtë që asë njerë nuk janë marrë me aktrim. Nështë e kam pasë çfarë jetë në bën një aktor edhe janë tutje edhe janë lërgu. Si dihet kur. Cila ka që shfaqja që ka mejtë në zemër, ashtu që e ke dashtë mas shumëti? Mirandolina. E këto për shka bëtë? Mirandolina bëtë fjallë për një hotel. Tamam. Edhe shkojnë personat me flajt një natë aty, edhe personat që ka vene janë kryesisht krejtë me shkuj që ka shkojnë, edhe dëshërohen në pronarën e hotelit edhe mesin me vjetë në hotel. Ajo ka qenë qytetarët e Shkupit s'ka pas njerë që s'ka ardhë me këshyra të shfaqe, që personat kur do të ndjekin gjenerata e ime, ose pak ma të vogël sonë, ose pak ma të mëdha sonë, gjithë s'ka person, edhe kemi kërkesa tepër të mëdha për me këthy atë shfaqe. Ajo shfaqe ka... Kontekst shumë interesant. Ajo ka qenë maja e teatrove në atë kohë. Interesant. Shumë keni temat ndryshme të shfaqeve. Po, hullumtimi i ban krejt. Hullumton. Po, është mirë që unë për vetit, me të pas qenë që vendosin e për ta, unë gjithër isha marrë me persona që ka një farë sensi. Unë për veti kësha punu gjithër vetëm komedi. Komedia ti kësha punu. Pse? Se jetën e kemi tragedi për momentin. S'ka nevoj me punu tragedi, se shkoj dikujt musafir në shpe, e shesh faqen komplet, fillon të ankohet edhe ki tragedi. Kurse komedi, edhe zhandre e komedijës, aktorët të cilët e lujnë zhandre e komedijës, për mua duhet ka puqe mja ullë atyme, se për ta ba njerin me qesh, është te për punë e madhe. Se për me kajt, kalzove se më një halë, e mërzit personina. Për me qesh, për me ba me qesh me lot, është te për punë e madhe. Edhe zhandri komedisë është një qener me i shtirë se i tragedisë. Po se... Ti mundu që të me dalë tekst me thamë, po. A të të ziglesh publikën e ma bëtë. Ndëgjova që keni me pas tash edhe një shfaqe trejnë do këtë. A shka do jetë ajo stand-up? Ajo është festivali. Festivali, po. Po, është festivali i 8 me radhët, që 8 vite matë këj festival. është festivali i stand-up komedisë Shkupi Upfest. Festivali në shumë emisione e kum cek ka fillu si hajgare të banë, ka qenë për para një lokal qërshia në libraria qërshisë vjetër. Aty fillum dhe arriti tash në për teatro të cilët ka kapacitet 600 ullëse. Në shka botë fjallë të kej? Ajo është, aty nuk është e shfaqe, është stand-up komedi, janë aktorët ndryshme, i binë historitë e veta edhe i boj njerës për qesh, për të ndje mirë. Kur ka më majtë ke?
Ajo është me 16 edhe me 17 prill. Është në Teatrin Popullor Maqedonas. Janë me 16 prill, janë ajka e aktorëve të zhandrit komedijës, kurse me 17 prill jemi drejtu që ti kemi edhe në ombrellën e festivalit ti kemi gjeneratën e re, gjimnazistat, që ta dinë se për çka bëhet fjalë ky festival, që ta dinë, ta kenë një adresë në vjetë që të vinë ta shohin, ta ndjekin festivalin. A mendoni se ka me pas? Po, rini? besoj që do të ketë. Besoj që do të ketë. Është edhe sot 11 ditë fiks është data, edhe besoj që do të ketë, kurse për natën e parë, du që t'i falenderoj gjithë qytetarët e Shkupit për një interesim tepër të madh, për 680 ulëseve tash për momentin jemi në 60 biletat pa shitura. Përndryshe janë të gjitha biletat e shitura deri në këtë moment. Më thënë, ka pas interesim për këtë. Tepër interesim të madh. Tepër interesim të madh, që në Shkup për me të shit 11 ditë përpara, biletat është... A e kena shansën marrë? Po, biletat më marrë. Ka 12 bileta i që? Po, 60 bileta i kemi. 60 vetë? Për momentin. Po dhe shka mu interesu. Sot prej një mision drejtën teatr. Pre kur keni fillu me, qësh me thonë, me shprejma tej për këtë pjesën e aktrimit, se për shembull, ka njerëz që kur fillojnë me aktru, fillojnë e majnë aktrimin veç si për vete. Kom një raste. A do kanë që e shprejhin jo në rrjete sociale, jo i bëjmë promovim, jo kjo. Po. Edhe unë e kom vrej që ti i bëm promovim aktrimin. Ki qef me shprej ato shka e bën. Po, normale, dikush kur ta prodhon për shembull këtë gotë, nuk do me majtë për veti, do me plasu edhe në trek. Unë për veti, seriozisht nuk di diçka tjetër me ba. Për veti du mire me serialet, mire me teatr, mire për para, kur ka qenë në pandemi, ishme të mbyllën, në pandemi, në patlind, t'i baj parodi këngët e vjetra nuk po më del për i gojës me thonë, pak ato janë kënga tepër serioze, po persona që nuk din mirë mi kënu. Edhe unë i baja parodi spotet e atyve këngave. Ajo ka qenë klipet që kanë mëri deri në 30.000, 40.000 vjusa. Pandemia o kënë diçka. Pandemia ka qenë një thes që nuk i ke ditë që ka më rëndë. Dhe që ti ndorën, merë që ka dush. Shumë sene kanë të gjithë asaj periude. Pi vitin 2020, dheri vitin 2022, 2023, nasën e nga këthilë. Kërkush. Kena bosin e që se kena menu kur që kena mi bo në herë. Bashkë atër ke pas rahati një shpi dhe ke pas vullet me bo të liqëfar sene. Ose se ke pas opcionin me dojë jashtë. Vajzën teme, persona që më njohin mua, e njohin edhe vajzën teme duan. Ato në i kumë bo klipet me duan, me vajzën teme, klipet që nuk haron ato klipet. Ajo edhe jam tepër i kënaqur që e shoh vajzën teme në bas hapave të mia. Ajo absolut nuk i intereson për kur gjë tjetër përveç se aktrim. Hiç, asoj edhe e di që do ta kem kolegen në teatr, atë di milion %. Ajo nuk është që nuk i arroku në për lanë tjera. Po kur të është punë e aktrimit është e para. Se cili e ka një farë drejtimi ku është më i mirë? Tash mos hin filma me thonë, unë e shoh shkëndijën e asaj, se çka do të bëhet ajo. E ka, dikush e ka, mos e çoni më lart si puna e parashqive si makut. Sa vite ka qenë e mbyllën, e lanë anësh, apet
diamantin sa dushtin e nër tokë, një ditë pa tjetër e ka me dalë. Kur të gjejet edhe mas 30 vjetët, një të vlerë e ka. Po, shumë vërtet. Interesant që kanë ndryshu shumë sene, janë bo shumë sene për shumë amoti, dhe më thonë kanë ndru kohnat shumë. Edhe për fakti që tash njerëzit kanë një sen që më nervozon, kanë aktrimin e marrin si diçka shumë negative. Ma herët nuk ka qenë ashtu. Ma herët e kanë pas shumë me arktim, shumë me qef e kanë bo. Jo vetëm në artime, s'ka pas sen që s'është bë me qef. Me dëshirë. Me dëshire. Njerëzit përpara, me qenë se bisedume dhe pe di se çfarë gjenerate je, në qarshit vjetër, se kur ke dalti, për shembull, në gjeneratën teme ka pas diskotekë, klubet natës, kafiqe të gjitha zhandrat e muzikës ke mujtë me taku asi lokal. Në qarshit vjetër, viteve të 90-at i ke pas lokal për blues, muzik. Edhe lokalja ka pas emrin Blues Brothers. Kurse tash, me ke qardhje e thamë, janë për momentin të anashkalume të gjitha vlerat kulturore që i kemi si popull, janë të lana pak si anash. Ka mejtë më kur gjithë që bëhat. Po nisem pa u bo keq nuk bëhat mirë, thojnë. Ajo, po problemi jo se së të u bo mirë, po. Jena të shku veç keqe ma keq të u bo. Që aty o kitë problemi. Do të më nëme që ta vaj mirë. Mundin tonë kena me dhamë, po sa funksionan të tjerë të problemi. Po. O shumë mirë të ofrojsh të senet mira që edhe personat tjerë të fillojnë të janë pak në nënhijën tane. Se ai do të mënohet që të saboton një 2 herë, 3 herë, 4 herë, peshe që ti nuk është një fjallë qenë të lejnë karavani hecë. Kur ti e ki një cilë, një pikë që do du me arritë e kjo pika, nuk ka sen që të ndalen. është një thonje në qëfëse ke fillu të shkësht e pika dhe maset se dhe qenë që i le, ndalësht i kur njerës të do të arisht e pika. Kështu që drejtë. Në herë kritikat edhe fjallët negative dhe këto mundimet që janë për me tullë poshtë mundën me të ngritë hala ma naltë. Fatë mërësisht tashme, sidomos në qytetin tonë, me persona që ka të ungjësht me pi kafe, 95% janë persona që të japin energji negative. Shumë e vërtetë. Janë persona, janë ba gjo që shkupi s'ka qenë, s'kan egzistu ato personat, tash janë ba tipa depresiv, tipa që tankon rinë për telefona, nuk i interesant t'i del me një mik, me pi kafe, gjo që edhe i kumpa dhe në lokal në kafe të vogël ka pas 4 persona në tavolin, asë mua vetë ketë me telefonat ndorë. Problemi jo se gjenerata jo në qëtë shumë dojnë, nasa që argjohë mua vetët edhe s'kish ka bënë mua vetë, ma. Hajë mundë dhe ajo me... Edhe ka raste ku nuk të rjetë, në shpet, hajde dojnë, po dojnë, ata në kafe, shaki me bë, rinë telefon, e pi kafe. Të kujtojt në i mua vetë e ka zonë, se në këtë ish prapë në telefon. Ndodhë, ajo është që ndodhë, ama problemi jo se ka njësë me ndodhë pak si shpesh. Edhe krejt kjo që të ndodhë pak si shpesh është të nasin atë të bëhë kur gjë me jetë. Dhe duhet aktivitetet ndryshme me pas në qarshin e vjetër të Shkupit, se Shkupi është qarshia. Të paktën për mua. Unë e duhet tepër qarshien dhe me tregu drejtën kam pas një po pres vetëm festivalit në Baran dhe do të filloj një podcast unë vetëm për qarshin e vjetër të Shkupit. Se pas një ditë këtë informatë.
si premier për të parë pe japën për ekskluzivisht do të jetë në emisionin për emisionin e Juve. Du ta bëj një podcast vetëm për Qarshinë e vjetër të Shkupit. Për shembull, çfarë persona do jenë të aty? Personat cilët kur njëherë gjenerata Juve nuk e keni ditë se çka ka pas Qarshia e vjetër, për çdo emision do të ketë risia për Qarshinë e vjetër. Ju për shembull keni dëgju për klubin Kapanan, për nuk e dini se ku ekziston. Unë do të mundona vetëm se kom fillu t'i kam kontaktet me personat të cilët kanë mbajtur lokale, kanë mbajtur bizniset ndryshme, dhe ato kanë dhe arhivën e ative bizniseve. Ti shifni dhe farë fotografia ka pas çfarë mbrëmje ka pas në për ato lokale, do t'i përfshim të gjitha bizniset. Ka bizniset të cilët kanë vdekur në Qarshinë e vjetër të Shkupit, dhe jo vetëm ju, po edhe dikush tjetër nuk i din që kanë ekzistu për para ato biznise. Lloj ka shumë biznise, tash mos fillojmë t'i cekim, kurse në rrugën e Jargongjive, që kanë mejtë vetëm një, po t'i bëjmë emision edhe për atë në rrugën e Kazanxhive, shkojnë në rrugën e Zehtarëve, kemi më shku me pas emisionet ndryshme, po edhe ato të tregojnë se sa zehtar ka pas përpara në Turqisë. Kurse tash në Qarshinë e vjetër kanë mbetur vetëm artarit, edhe nuk ka sene tjera. Kurse ka pas rrbaçeps, ka pas lloj zanate. Edhe në këtë podcast do t'i përfshim të gjitha zanatet që kanë ekzistojnë, janë aktiv edhe do t'jenë aktiv. Edhe do të mundojmë që nëpërmjet podcastit që zanatet cilët janë të vdekuna, nëse hynë në punë që të rikthejmë ato zanate. Shumë po pëlqen ideja. Faleminderit. Nuk ka vetëm ty që t'ka pëlqy shumë. Te për ide e mirë. Do të mundohemi. Shumë ide e mirë dhe sidomos për ato që tash veç se i kanë kalu krejt ato kohna edhe kthehet nostalgjia. Unë për vete i vajzën teme kam 13 vjetë, nuk për 14 të hi e madhja është. Ajo më pyet për lokalet. Bab, kum dëgju për këtë lokal që ka ekzistu në Shkup. Po, babit, këtu nuk është vetëm ajo. Për shembull, edhe ju nuk e dini ku ka ekzistu Skupi, ku ka qenë Kapanani, ku ka qenë Klub Nistenishi, ku ka qenë Blues Brothers, ku kanë qenë Grave, lokale Bunari, ku ka qenë Art 108, Ofelia, Hamlet Bari, ka pas plot lokale që unë për veti për lokalet mia kam arhiv, kam foto që personat ta garantoj që shumica e qytetarëve mund t'i gjenë vetën e vetë në të fotografi. Edhe kështu që pak t'ja kthejmë edhe një farë nostalgjia ta kthejmë për ato shumë tepër ide e mirë. Ama përveç se ktheni nostalgji, jepni edhe pasqyrë tjetër të rinia. Nashta nisin edhe me jetu edhe... Atër ka qenë pak më ndryshe, atër ka qenë respekti pak ma... Ka pas respekt për gjeneratën e vjetër, kurse tash e ki... Zero. është... Nuk... Me keqardhja tham, e rinia për momentin janë pikës pare nuk din të vlerësojnë, nuk din të çmojnë, me pas mundësi dy veta me të bullizojnë. Definitivisht. Kështu që e kanë hub kreativitetin e gjeneratës vetë të cilët mundën, jo vetëm një sen të vogël, po mundën shumë senet të mëdhaja me ba, po nuk përkushtohen në atë sen, po përkushtohen me budallë që tjera. Me senet kota. Me senet kota. Unë për veti këm pas rastin, kemi lujt para publikut para 3-4 viteve që kanë qenë, ato mundën krejt më kanë, vetëm publik teatrit nuk mundën më kanë. Thuti se kanë ardhur në stadion. Ajo pse, po nuk din me munal me ngush faqen, me përcjell pjesën teatrale çka bëhet fjalë. Kurse ne kemi pas
unë i përkas pak edhe kohës, me thonë, të komunizmit, unë në viti 2 jam konë kur kemi dalë prej ish Jugosllavisë. Tash ka persona që hinë viti parë në fakultet dhe asnjëherë në teatr nuk ka shkel. Kur njët me jetë ta garantoj. Kurse ne kemi pas 3 shfaqe në vjetë me shku, kemi përcjell shfaqe të fëmijëve, kemi përcjell shfaqe të rriturve. Kur kemi kalu në gjimnas, kemi pas shfaqe special për gjeneratën tonë. Edhe ne kur kemi ardhmën në fund për me pas shfaqe pak ma klasike, ne kemi ditë se çka është teatri. Kurse tash ti e merr personin që është viti 4 në gjimnaz, në ndonjë shkollë tjetër dhe çon një shfaqe tragjedi të rëndë që është, edhe mos e prit atë që do të jenë në ty publik. Herën e dytë ai ka vetëm se më shokën më të madh e ka marrë në krye dhe më e din ai çfarë pasqyre ka për teatrin. Kështu që do duhet për tu kriju një publik e teatrit, do duhet me pas gjenetizëm prej fishnjore. Shumë vërtet. Do me thonë ti prej vitin e 4 tash është një njerë në teatr, se merë ndonjë shok. E tash kena folë shumë temat ndryshme që kam përfshi tepër tema interesant, që kena folë për rinin, kena folë për të kalumën, kena të folë për të ardhmen, kena folë për aktrim, kena folë për muzik, kena folë për kafiqe shumë të ndryshme. Një pyetje që du me ta bo është cili do ishte mesazhi që na i kishe dhënë ti neve? Mesazhi juve vetëm dashni jepni njerë pikës pari njëri tjetrit, përkrane njëri tjetrin për çdo aktivitet që e ka, se njerit mund është mu sill, ti në qëse sill është mirë, ai mundet mu sill 1 herë keq, 2 herë keq, ti në qëse tankon vetëm vazhdon që sill është mirë me atë, besom që edhe qelikun do ta shtremosh e lemo njerin. Kështu që jep vetë dashni, sjellu një mirë me nërmes vete, mos bullizoni çdo kush nuk kemi krejt briljant. Secili kena nga një mangësi në jetë, mos këshirni qatë mangësi mi amor për dopsim personit edhe çdo herë me i sulmu në atë mangësi që e ka, se nuk është mirë. S'ka sen ma të keq se një person ta marrësh në sy të keq, edhe ta njëtën e do tjetë në sy të keq për ty. Kështu që, kur do të... Unë, shumica e njerëzve që, qaj visar që je kanë, qaj visar ke mbet. Nuk, seriozisht nuk di të urejt dikan. Seriozisht, nuk di të urejt dikan. Vetë thatë pak më parë, ka ne kemi thirë në emision, nuk e di, unë për veti, pse mës mjo përkra dhe juve? Ju në qëse, pse ju mës më bëndë një moderatore e televizionit, pse? Po, kër e sheni që tanë kohën dikush je pozitivitet, po vi në emision në ju, po vi në emision, fillon që të batë dhe ty kësem profesion. Në qëse, unë të kisha refuzu, dikush tjetër të ka refuzu, dikush për ta hupe dhe motivin të që ka e ki për këtë iniciativ që e kini njës, gjo që ju përgëzoj tepër, idej briljante për gjimnazin, gjo që unë kam qenë studenti nëzansi i shkollës juv, po në atë kohë kanë qenë pak ma ndrysha, të kanë qenë vitet e arta. është shumë vërtet edhe fatkeqësisht më është shumë keq që s'ko mujtë mi përjetu me herë ato viteve. Jo vetëm ti për shumica dojnë mi përjetu ato konat, po fatmirësisht gjatë që i kemi përjetu edhe thamë që mas 2 gjeneratave, mas i kemi dalë na, vetëm se më ka fillu të shkatrohet. Ajse, lusë gjithë rinien që të fillojnë të mbahën nërmes veti, jo të ketë urejtja nërmes veti. Urejtja vetëm që në shkatrem, kur gjo heq tjetër, nuk banë. Faleminderit shumë për këto fjallë. Faleminderit edhe juve që edhe një pjotën që më keni ftu, edhe do të më keni në dispozicion për çka që donë zemra.
Ishte kënaqësi shumë i bisedu këto muhabete me ty, Faleminderit. edhe shpresoj që edhe tjerë të kanë mësu që sa ku mësu në sot. Edhe shpresojmë që podcasti ka më hitë shumë mirë, se jam të e friqë tash. Edhe unë besoj. Edhe unë besoj. Faleminderit shumë Irsat. Faleminderit për juve. Atëherë kjo ishte e gjitha. Faleminderit shumë edhe që jemi në emisionin tjetër. Përshëndetje.